Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilim, pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV, për të komentuar rreth ngjarjeve që në fakt po ndodhin në televizionin Top Channel. Dua të ndaloj tek lëvizjet që ky televizion gjigant është duke bërë, domethënë lëvizje që në fakt kanë marrur edhe vëmendjen e të gjithë shqiptarëve. Televizioni Top Channel është rikthyer në shënjestrën e mediave, të gjithë e përfolin, të gjithë e komentojnë, të gjithë bëjnë lajme për ndryshimet që ky televizion në mënyrë rrënjësore ka bërë, dhe kjo tregon që televizioni Top Channel është vërtet një brand në mediat shqiptare, pasi që flitet edhe komentohet jashtëzakonisht shumë për të. Së fundmi është përfolur që Salsano Rapi ka hequr dorë nga Portokallia dhe vendin e tij do ta zej aktori i madh Agron Llakaj. Në fakt, Salsano ka zënë vendin e Gonit, sepse Goni ka qenë më herët aty, ka qenë që nga zanafilla e Portokallis, do me thënë ka qenë i pari që ka udhëhequr Portokallin dhe ka vazhduar për vite të tëra, por siç duket asaj kohe interesi atyre viteve e ka bërë Gonin që të heqën dorën dhe të sfidon vetën në Alpazar, që në fakt solli një Alpazar goxha të suksesshëm, një Alpazar që bëri për vete të gjithë shqiptarët, që mbërtheu të gjithë shqiptarët për ekrani dhe që të gjithë shqiptarët në fakt u dashuruan me këtë Alpazar. Ndërsa nga ana tjetër dhe Salsano Rapi në Portokalli pati një sukses të jashtëzakonshëm, si në rolin e moderatorit, ashtu edhe në këndet e ndryshme që televizioni Top Channel apo producentët e Portokallis i dhanë Salsanos me rolet që Salsano bëri, do me thënë që ishte i shkëlqyer. Por këtë herë, siç duket, Salsano do të merr një rol interesant, do me thënë, nuk do të thotë që Goni do të rikthehet në Portokalli dhe Salsano do heqë dorë nga Portokallia. Jo, përkundrazi, Salsano mund të ketë role shumë të bukura, mund të na sjellën Gagaçin, mund të na sjellën personazhe që në fakt ka patur një sukses të jashtëzakonshëm me personazhet që ka bërë, sepse edhe të moderohet, edhe të luan role personazhe shumë të fuqishme, mendoj që është një sfidë më vete, dhe pikërisht rikthimi i Gonit mendoj që do t'i dhuron një hapësirë shumë të madhe Salsanos që të na sjell humor, të na sjell dashuri dhe ta bëj për vete të gjithë atë audiencë dhe atë publik që në fakt e kanë mbërthyer me dashuri dhe e kanë mbajtur për vite të tëra në ekran. Si e shikoni ju këtë lëvizje? Unë këtë lëvizje nuk e shoh si përjashtim në fakt të Salsanos, por thjesht e shoh si një mundësi që Goni do të rikthen atë audiencën e vjetër, apo qoftë edhe atë audiencën që Goni e ka në skeçet e tij humoristike me rolin e Anes, që është një rol që në fakt sado që të luhet është brenda karakterit Gonit edhe e jeton për ditëshmërinë e ditës së sotme, është domethënë një mrekulli e papar. Dua të marr mendimin tuaj.